Jo njëherë, as 2, as 3, e as 4, as 5, por 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. por në të 16 herë ka dështuar konstituimi i Kuvendit të Republikës së Kosovës. Kryetari i seancës Avni Dehari ka kërkuar nga deputetët që ta votojnë komisionin zgjedhor për zgjedhjen e kryetarit të Kuvendit, por që propozimi dështoi të marrë votat e mjaftueshme. Kështu dështoi edhe seanca e radhës e 16 me radhë, e që seanca tjetër do të jetë me numër 17 pas 48 orësh, që i bie të mbahet të shtunën. Ky dështim është pjesë e një ngërçi politik në vend që ka vazhduar bllokimin e formimit të institucioneve të Kosovës. Këtë rast, konstituimin e Kuvendit për të vazhduar tutje pastaj edhe me zgjedhjen e kryeministrit dhe të ministrave apo të qeverisë. Kandidatja e propozuar nga lëvizja vetëvendosje Albolena Haxhiu edhe kësaj radhe është e padëshiruar nga partitë opozitare, pasi edhe kësaj here i mori 57 vota, vota që nuk mjaftuan për të vazhduar tutje dhe seanca dështoi. Në anën tjetër, presidentja e vendit Vjosa Osmani i ka ftuar liderët e partive politike që janë pjesë e Kuvendit të Kosovës për të diskutuar rreth një zgjidhje të mundshme, pasi që duhet të formohen sa më shpejt institucionet. Por ky ngërç politik ato të zgjidhet pas takimit me presidenten, do të mbetet të shihet të shtunën në seancën e radhës. Në takim të presidentja Osmani kanë shkuar lideri i lëvizjes vetëvendosje Albin Kurti, ai i PDK-s Memri Krasniqi dhe ai i LDK-s Lumir Abdixhiku dhe kryetari i AK-s Ramosh Haradinaj. Presidentja e vendit Vjosa Osmani një ditë më parë ka thënë se do të vazhdojë takimet me përfaqësuesit e subjekteve politike për të gjetur një zgjidhje për konstituimin e Kuvendit. A kena me pas kryetar ose kryetare të Kuvendit? A kena me pas një zgjidhje të ngërçit politik pas takimit me presidenten? Shihemi të shtunën.